Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti shfaqjen 7 minuta. Një dramë e shkruar nga Stefano Massino vën në skenë me regji të Driada Dervishit. Përmes lojës së 11 aktantëve në skenë, drama 7 minuta trajton përpjekjet e punëtorëve në një fabrikë tekstilesh, të cilat kërkojnë të drejtat e tyre pas kufizimit të orarit të pushimit nga pronari i fabrikës. 11 vajza dhe gra me kombosi, besim dhe botkuptim të ndryshëm duhet të zgjedhin mes shtypjes apo revoltës. Është një temë e cila na përket dhe mbetet shumë aktuale, flitet për dinjitetin, flitet për të drejtat dhe unë synoj vazhdimisht nëpërmjet shfaqjeve teatrore të flas dhe të shkoj drejt një teatri social, i cili komunikon me publikun, por nga ana tjetër ngre shumë pikpyetje për shoqërinë, për mënyrën se si gjërat shpeshherë vendosen pa u marrë parasysh dhe masa gjithmonë lihet e fundit për të vendosur. Në rolin e dy personave dramatik, Zamira Akita dhe Olta Daku rrëfejnë se si ka ndryshuar qasja e publikut për shfaqje me tematik të tillë. Shfaqje të tilla kanë filluar të mirëpriten shumë nga publiku. Duket që dhe publiku shqiptar ka nevojë për emocionin, e në mënyrë të veçantë ka nevojë për mesazhin. Pra, përveç argëtimit do të marr edhe një mendim të bukur. Kur kam ardhur sot, jam gjithë ditën e emocionuar, kam kaluar një periudhë fantastike, falenderoj shumë publikun, një publik i jashtëzakonshëm. Kjo ishte shfaqja e 19 e kësaj drame, interpretuar nga aktoret Ylka Mujo, Luiza Gjuvani, Olta Daku, Adelina Muça, Anila Bisha, Rudina Dembacaj, Alesia Gjemalaj, Paula Kodra, Ailin Petrela, si dhe Joana Karaj.